Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar të rit dhe ka thënë: "Ja ma'shara shabab, o ju grumbull i të rive, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Kush prej jush ka mundësi, le të martohet. A ke mundësi, martohu. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, e kush nuk ka mundësi, le të agjëroj, sepse kjo i ndihmon atij në kontrollimin e epshit. Dhe të mirat e martesës janë të shumta. Të mirat e martesës janë të shumta. Dhe në Islam këshillohen i riu dhe e reja që ta përshpejtojnë martesën, mos ta vonojnë. Allah subhanahu wa taala dëshirën për ta pas afur një pjesëtar gjinisë së kundërt ja mbjell njeriu të herët. Më thonë, moshën e pubertetit vetëm se fillon kjo dëshirë dhe kjo nevojë. Andaj pas pjekurisë fizike, trupore, nëse edhe e ka pjekurim psiqike, do me thonë në aspektin mendor është në rregull dhe din të merr përgjegjësi, ai njeri duhet të shiftëzohet. Ajo vajzë duhet ta gjejë një burr dhe ai mashkull duhet ta gjejë një grua, sepse përndryshe do të devijojnë këtë aspekt. Dikush më pak e dikush më shumë. Ama mos gabojnë këtë aspekt, është e pamundur. Është e pamundur nëse e ka fiziologjinë ashtu siç ja ka krijuar Allahu, nëse është normal. Është e pamundur që mos gabojnë këtë drejtim. Dikush më pak, thamë, dikush më shumë. Për këtë shkak duhet mbrohet nga kjo me martesë sheriatike.